Të dashur shqiptar, ka ndodhur diçka jashtëzakonshme. Ilirët janë të krishterët e parë të Europës dhe kjo provohet me një vajzë greke e cila kishte emrin Mesia, babai i saj e kishte emrin Mesius dhe nëna e saj e kishte emrin gjithashtu Mesia, që vjen nga Mesaja, do të thënë shpëtimtari, vjen nga fjala Moses në gjuhën egjiptiane dhe Mesha në gjuhën hebreje. Në gjuhën semite kjo fjalë do thotë i lindur, ose djali i parë, ose djali i Zotit. Ky ishte Jezu Krishti, ndërsa në besimin egjiptian ky ishte faraoni, që ishte djali i Zotit. Pra, besimi hebre është i mbështetur mbi besimin e semitëve që ngritën piramidat në Egjipt. Dhe gjithmonë faraoni që është biri i Perëndis, Ra, Perëndia e diellit, që përkon me fjalën re të gjuhës ilire dhe asaj shqipe. Do të kemi parasysh që ne dimë që kjo ishte femër ilire sepse të gjithë këta tre anëtarët e familjes kishin emrin Dardana. Vetë vajza quhet Mesia Dardana ose shpëtimtarja e Dardanis, fjalë për fjalë, dhe emri Dardana ka shumë rëndësi sepse është zbuluar në 3 qytete ilire të gjetura në Kroaci dhe në Serbi. Është gjetur Perëndia Dardana e Dardanis dhe nuk lidhet me fjalën ujë të trashë siç mendojnë grekët, pra lidhet vërtet me fjalën Darda dhe kjo provohet me besimin dorik spartan, ku dega e Dardës përfaqësonte 2 mbretërit e 2 fiseve kryesore spartane që së bashku kishin një mbret dhe 9 mbret, dhe pra këto 2 degët që është dega e Dardës spartane. E dim këtë nga mitologjia spartane. Tani grekët janë njerëz shumë të ligj dhe thonë që kjo është ujë të trashë në greqisht. Atëherë emri i Dardanis do të jetë Dardania dhe jo Dardania. Kjo për arsye se nuk mund të jenë 2 bashkëtingëllore me të njëjtin shqiptim në gjuhën ilire. Pra 2 bashkëtingëllore të njëpasjeshme D brenda temës së fjalës, njëra duhet dalë D dhe e dyta në mes të temës së fjalës bëhet dh. Ky zhvillim fonetik është bërë edhe në fjalë të gjuhës ilire, shqipe dhe greke. Ky zhvillim fonetik. D-ja kthehet në dh në mes të temës së fjalës. Edhe në gjuhën greke të sotme D-ja kthehet në dh. Pra nuk është ujë të trashë përfundimisht, dhe këtë do ta shikojmë edhe në mitet të tjera. Fakti që ne grekët na shajnë është një gjë shumë e mirë. Kjo tregon që jemi autokton, por deri tani nuk kishim prova se sa rëndësishme pra ishte fjala Dardania. Pra kjo grua që quhet Mesia Dardania, në varrin e saj shkruhet që ka vdekur në moshën 25 vjeç dhe pllaka e varrit është ndërtuar nga babai Mesius Victor dhe nëna Mesia Helpis. Kjo tregon që kjo ishte familje kristiane. Varri është i shekullit të 2 të erës sonë, por kristianizmi ishte në fillimet e tij. Tani nëna quhet me emrin Helpis, që do thotë shpresë në greqisht, por është shkruar me shkronja romake. Këtë zbulim unë e kam bërë duke parë postimin e zotit Aristotel Petro në TikTok dhe në Facebook. Është miku im dhe e ndjek me vëmendje atë dhe çdo emision që ka përgatitur ai. Pra dua t'i sqaroj shqiptarët që unë jam patrioti më i madh. Më i madhi që ka nxjerrë Shqipëria. Nëse unë gjej ngjashmëri midis gjuhës helene dhe asaj ilire, kjo nuk ka asgjë të keqe sepse gjuha ilire ka trashëguar mbaresat e emrave të gjuhëve indo-europiane dhe këtë ka bërë dhe gjuha helene dhe për këtë arsye edhe gjuha latine i ka mbajtur këto mbaresa. Pra, në gjuhën latine është Mesius, emri i Mesias, ndërsa në gjuhën greke është Mesias dhe thirrori i helenishtes Mesias është bërë Mesia dhe është bërë emër në gjinin femërore në ilirisht, por edhe në dialektet helene të folura në Italikën e Jugut, Magna Grecia. Pra ngjashmëria e madhe e ilirishtes me helenishten ka bërë që helenët të regjistrojnë të gjitha fjalët ilire që kemi ne, megjithse
Helenët Nena Shanin, Ilyrishti, do thot Ilos, së Shtrëmbër dhe Aura Bisht, pra njerëz me bisht, dhe këtë kam zbuluar sipas fjalës paralele Kiluros, që do thot bishtatundës. Nga Kilos, gomar ngjyrë gri dhe ura bishti. Pra kjo është gjë e mirë që neve Helenët na kanë sharë. Kjo sharje ka humbur në shekuj, por ka mbetur pra si emër i Ilirëve. Unë them që ta heqim emrin Ilir sepse Helenët ne na kanë quajtur Albanoj ose Arianët e Bardhë, është emër që mbajnë dhe Arianët e Indisë, është dhe emër që mbajnë Arianët e Persisë. Prandaj është emri i nderuar, emri Albanoj, unë do ta mbaj, nuk do ta heq. Ky është identiteti im që nuk ma heq njëri. Edhe malet e Ballkanit quhen Alpet. Është e theksuar nga grekët. Fjala përdorur nga ilirët, fisë gjermanike, gjuha armene, gjuha kelte, është fjalë e të gjitha gjuhëve indoeuropiane, fjala alba, edhe fjalës latine do të thotë tokë e bardhë. Pra, ky është një zbulim madhështor dhe unë desha ta theksoj këtë që unë këto i bëj vetëm nga patriotizmi, nga dëshira për të ndihmuar Shqipërinë dhe shqiptarët, dhe çdo filmim tregon që ne jemi autokton. Këtë desha të theksoj. Ju faleminderit për vëmendjen dhe prandaj ndërpreva dhe mësimin për t'ju shpjeguar që këto filma i bëj me shumë zemër për Shqipërinë dhe shqiptarët. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.